dhikri me zemër, i cili jo shpesher edhe shprehet me fjalë. Dhikri me zemër, të nderuar vëllezër besimtar, do të thotë ta përmendesh Allahun Azza wa Jall nga thellësia e zemrës. Pra gjithmonë të jetë Allahu Azza wa Jall prezent në zemrën tënde. Dhe këtë e ka ndarë në tri sfera. E para është të meditosh mbi argumentet e njëshmërisë së Allahut Azza wa Jall, me emrat e tij dhe atributet e tij. Dhe të gjitha këtu mund të gjejmë në shumë ajete kuranore ku Allah Azza wa Jall tregon për krijimin e qiejve dhe të tokës, tregon për ndrimin e ditës dhe të natës, për të treguar se këto janë disa prej shenjave të Allahut Azza wa Jall. Tregon për krijimin e galaktikave të ndryshme, krijimin e njerëzve dhe e gjinëve, kështu me radhë. Inne fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Tha, me të vërtetë, në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndryrimin e ditës dhe ndryshimin e ditës dhe të natës, kemi argumente për të zotët e mendjes. Pse? Vazhdon ajeti kuranor: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim." Sepse janë ata të cilët e përkujtojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, qoftë në këmbë, qoftë ulur, qoftë shtrirë, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dhe meditojnë në krijimtarinë e qiejve dhe të tokës. Shikojeni, pra ky dhikr i zemrës do bën që të meditosh në krijimtarinë e Allahut Azza wa Jall, në perfeksionimin e këtij krijimi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dhe ata meditojnë në këtë krijim. Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina adhaban nar. O Allah, ti këtë krijimtari nuk e bëre kot, andaj na ruaj nga zjarri i xhehenamit, sepse ti je i lartë madhërisht. Andaj dhikri me zemër, pra në njërin prej sferave ka meditimin në njësimin e Allahut Azza wa Jall dhe në krijimtarinë e tij. E dyta është dhikri me zemër të bën që të meditosh në urdhëresat e Allahut Azza wa Jall, që ta kuptosh rolin tënd në jetën e kësaj bote. Çka obligohesh, ose me çka obligohesh në jetën e kësaj bote? Çka duhet të krysh në jetën e kësaj bote? Andaj dhikri me zemër nënkupton meditim në urdhëresat hyjnore që na i ka dhënë Allahu Azza wa Jall prej namazit dhe obligimeve të tjera. Dhe pika e tretë që dhikri me zemër na bën që ta ndijmë shpirtërisht është të meditojmë në vetveten tonë, në bukurinë e krijimit që Allah Azza wa Jall e bëri në trupat tanë, në mendjet tona, duke u argumentuar me fjalën Allah Azza wa Jall: "Wa fi anfusikum afala tubsirun", dhe në vetveten tuaj, o ju njerëz, a nuk meditoni, a nuk logjikoni, a nuk e parashihni, a nuk e përkujtoni se sa prej begative dhe sa prej urtësive dhe sa prej përpikmërive të fuqishme Allah Azza wa Jall i dha vetëm në vetët tona, në shqisat tona, në gjymtyrët tona, në qelizat tona. Andaj, pra dhikri me zemër na bën që ta ndjejmë krijimtarinë e Allahut Azza wa Jall që e bëri në trupat tanë, e që është mënyra më e bukur dhe më e përsosur që e bën Allahu subhanahu wa ta'ala.